Mjeku me urdhër të prerë, para se të hani kos, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Kosi është një nga ushqimet që nuk mungon kurrë në frigoriferin e një anvise shqiptare. Shumë anvisa e zënë kosin një herë ose dy herë në javë, por ka edhe nga ato gra të cilat e zënë kosin të paktën një herë në 2 ditë. Kosi është një nga produktet më të mira për t'u përfshirë në dietën tuaj, si për të vegjëlit ashtu edhe për të rriturit, dhe vlerat që do të ofrojë ai në shëndetin tuaj do ta kthejnë në një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteinë, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Kosi i zënër në shtëpi është më i hollët se ai industrializuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, ai mund të kollohet duke formuar një kos më të trashë dhe më të përqendruar në vlera. Në këtë video do të gjeni përfitimet kryesore dhe vlerat që do të ofrojë kosi në shtëpinë tuaj. Përgatitja e kosit në kushte shtëpie duhet të bëhet në këtë mënyrë. Ju mund të merrni kosin e zënë, ta hidhni në përnapa të pastra për të dhënë formën e trastës dhe ta lini të kullojë për të paktën 10 deri në 12 orë. Kjo është një mënyrë e ngjashme me atë të përgatitjes së salcës së kosit, e cila pasurohet më pas me krip, vaj ulliri, arra ose dhe majdanoz, dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet fantastike për shëndetin. Por cilat janë përfitimet e larmishme që do të merrni nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt në menun tuaj? Kosi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla të kosi janë efikase kundër problemeve të konstipacionit, problemeve të diarres, gjithashtu edhe komplikacioneve inflamatore të zorrëve. Kosi është i mirë për shëndetin e zorrës suaj të trashë. Këto probiotik që përmban kosi forcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Kosi është një produkt fantastik për njerëzit të cilët të vuajnë nga shqetësimet e osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale ose mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i tij rregull ditor mund të përmirësojë strukturën e kockave. Kosi është një produkt fantastik që mund të japë rezultate të mira edhe për tensionin e lartë. Studimet kanë treguar se konsumi i kosit dhe produkteve të bulmetit ka aftësinë të rregullojë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, risku i tensionit do të ulet ndjeshëm me të paktën 50%. Kosi është një produkt fantastik që mund të përfshihet me patjetër në dietën tuaj nëse doni të reduktoni kilogramat e tepërt. Kosi është ideal për të kufizuar kalorit. Ai shuan urinë dhe nepsin dhe gjithashtu është një ushqyes shumë i mirë për trupin. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndihmon qelizat e yndyrës të ulin gjithashtu edhe prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrnat e tepërta. Rekomandohet gjithmonë konsumi i kosit me pak yndyrë ose pa yndyrë si një zgjedhje e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Për disa, dëshira për të humbur kilogramat e tepërt mund t'i kthejë ata në çfarëdo lloj zgjedhje ushqimore, qoftë një ushtrim ndërtues me palestër ose vazhdimi i dietës së tyre. Kosi mund të përbëjë një faktor ndikues të mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sa i përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike të shumë dietologëve. Ai do ju ndihmojë të rregulloni peshën tuaj trupore dhe ta mbani atë nën kontroll. Kosi është një produkt fantastik edhe për ta patur shëndetin e zorrës më të fortë dhe më të vlefshëm. Shëndeti i zorëve mund të mos jetë diçka me të cilën ju mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një jetesë të përgjithshme dhe të shëndetshme. Zorrat tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimeve dhe thithjen e duhur të lëndëve ushqyese. Kjo është thelbësore edhe për funksionet e saj si duhet edhe të lehtësojë komplikacionet. Përfshirja e kosit në dietën tuaj do të bëjë atë një aleat të vlefshëm për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e komplikacioneve të zorrëve. Kosi është një produkt fantastik për t'u përfshirë në dietën tuaj, sidomos nëse doni të keni kocka më të forta dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme.
Nëna juaj gjithmonë ju ka përmendur se duhet të pini qumësht për shëndetin e kockave. Ndoshta, ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtet. Edhe përfshirja e kosit në dietën tuaj do t'i ofrojë atyre elementet ushqyes më të rëndësishëm, të cilat do ta bëjnë edhe shëndetin e tyre më të fortë. Kosi është i dobishëm për ata persona që vuajnë nga osteoporoza dhe përfshirja e tij në dietën tuaj të rregullt do ta kthejë atë në një element të mirë ushqyes për shëndetin e nyjeve. Kosi është një produkt fantastik për të gjithë ata persona të cilët duan të ndryshojnë humorin e tyre. Në mes të një stresi të madh të punës ose edhe komplikacioneve të ditës, kosi mund të kthehet në një aleat të vërtet për shëndetin tuaj. Nëse doni të keni një humor më të mirë, përfshijeni kosin në dietat tuaja të rregullta. Kështu do të keni më shumë përfitime dhe do të mbani larg edhe komplikacionet e ditës. Nëse doni një sistem imunitar më të fortë, përfshijeni kosin në dietën tuaj. Në ditët e sotme është më shumë e rëndësishme se kur të keni një sistem imunitar më të fortë. Duke përmirësuar imunitetin, duhet të shtoni kosin me patjetër në dietën tuaj të përgjithshme. Duke ngrënë kosë çdo ditë, ju do të ushqeni traktin gastrointestinal dhe bakteriet e shëndetshme. Këto bakterie të shëndetshme parandalojnë gjithashtu edhe mbizotrimin atyre të këqija, gjë që çon në përmirësimin e shëndetshëm të zorëve dhe në sistemin imunitar. Konsumi i përditshëm i kosit përveç të mirave të tij mund të ketë edhe efekte negative. Kosin nuk duhet ta shoqëroni me përmbajtje të sheqerit ose të kripës së tepërt dhe këshillohet gjithmonë kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie. Ekspertët këshillojnë të konsumoni të paktën 200 deri në 250 gram kos në ditë dhe jo më shumë. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të marrë vlerat e tij dhe për të evituar komplikacionet. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij, veçanërisht në vaktin e parë të ditës, mbron sistemin tuaj tretës nga toksinat dhe bakteriet e ndryshme. Ai do të qetësojë sistemin e ngarkuar nga inflamacionet dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një produkt i cili do të rrisë vlerat e imunitetit tuaj. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla siç janë për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi, të cilat janë shumë të vlefshme për aktivitetet tuaja ditore. Tensioni i lartë i gjakut gjithashtu mund të lehtësohet me përfshirjen e kosit në dietën tuaj. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi ndihmon në uljen e niveleve të tensionit të gjakut dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Kosi është një produkt fantastik kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe mykut. Kosi është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të kockave. Një filxhan me kos ofron vetëm 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit në mëngjes ul edhe problemet e frakturave me mundësinë për t'i dhënë kockave një strukturë më të fortë ushqyese. Kosi është një produkt fantastik edhe kundër bakterieve të këqija. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat e dëmshëm nga sistemi juaj tretës. Nëse vuani kryesisht nga problemet e fryrjeve të stomakut ose diarrea, është e këshillueshme të shtoni kosin në dietën tuaj të përgjithshme, kryesisht në vaktin e parë të ditës për të marrë vlerat e tij dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet. Siguroni të konsumoni kos sa më natyral dhe pa përmbajtje të aditivëve dhe përpiquni të mos i shtoni shtesa të tjera, pasi vetëm kështu do të merrni përfitimet e tij në dobi të shëndetit. Kosi është i mirë edhe pas aktiviteteve fizike. Me përfshirjen e kosit në dietën tuaj pas aktiviteteve fizike, do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e lodhjes dhe stresit të cilën e keni hasur edhe në kontraktimin e muskujve. Ai është i mirë sepse do t'i rikthejë energjinë e munguar muskujve fal aminoacideve që përmban. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.